Fenomeni i prerjes së pyjeve në mënyrë të paligjshme vijon të masakrojë kurorën e gjelbër të qarkut të Korçës. Subjekte apo individ me ose pa licencë, ashtu si çdo vit, vijojnë të shkatërrojnë dhe presin ndrurë të çdo përmase. Pavarësisht masave të marra nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor, ky fenomen negativ, por edhe i shëmtuar, vazhdon të jetë prezent ndërsa sopatat jetë zot mbi pyjet e vendit tonë. Një problem i tillë ka përfshirë prej vitesh edhe pyjet e komunës së Vithkuqit. Sipas kryetarit të kësaj komune, prerja e drurëve është shumë evidente sidomos në pyllin e Sherrës. Rastet të prerjeve të paligjshme në pyje janë evidente edhe në gjithë territorin e komunës Vithkuq. Vëmë re që shfrytëzohen pyje në mënyrë të paligjshme dhe pa ndonjë kriter. Komuna e Vithkuqit nga ligji për transferimin e pyjeve dhe kullotave komunale, aktualisht me një vendim të Këshillit të Ministrave, ka përfituar rreth 2471 hektar pyje, të cilat janë pyje të gjitha rreth rrotull fshatrave, pyje improduktiv, pyje të ulët, siç quhen, po jo pyje të shfrytëzueshëm. Nga ana tjetër, Panariti e lidh këtë problem edhe me faktin se jo të gjitha sipërfaqet pyjore administrohen nga komuna. Fenomeni i prerjes së drurëve është prezent edhe në Devoll, në zonën turistike të Dardhës, në zonën e Lozhanit e të tjerë. Drejtoria e Shërbimit Pyjor duket e pafuqishme përballë kësaj masakre ndaj pyjeve, pavarësisht masave apo gjobave të vendosura.